Aleikum rahmetullahi wa barakatuh hoq. Të afërmit tanë janë të gjithë jo besimtarë. Mirë po në çështje fetare nuk na pengojnë dhe mundohen me çdo mënyrë për të mbajtur lidhjet farefisnore me ne dhe na ndihmojnë shumë në çështje dynjaje. Mirë po nuk kanë shfaqur deri më tani pengesë për të kthyer tek Allahu dhe për çështje fetare nuk kanë asnjë interes. Ndonjëherë nëse cënohet ndonjë interes i tyre fillojnë shfaqin pakënaqësi, por kjo nuk na dëmton neve, cilat janë detyrimet tona ndaj tyre, rrethi ngushtë prindërit, motra, vëllezërit dhe ndonjë këshill në lidhje me sjelljet që duhet të kemi ndaj tyre dhe sa duhet të jetë afërsia jonë me ta. Allahu i shpërblet me të mira, o gjinderuar. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha këto janë mrena kuadrit të kufrit të tyre, por jo që i dëmtojnë muslimanët se islamin. Kushdo që është kafir për vete, por në raport me islamin e muslimanët është në rregull, me atë Allahu ka porositur në Kur'an që mos sill mirë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos sill mirë edhe me ata që nuk kanë qenë besimtar, por që nuk i dëmtojnë islamin dhe muslimanët. Sa mos sill mirë me prind këta gjonat, edhe me vllaznie, me motra, çka i takon familjes së zakonshme, të gjitha sjelljet do të më pas normal, sikur që kanë qenë ata të udhëzuar. Përveç në çështjet të cilat lidhen pasaj me fen, atëra bëhet kujdesi, vallahu a'lam.